Jemi duke parë pamjet e Shkodrës dhe të Vlorës, njëkohësisht në këto momente parad në qytetin e Shkodrës, kremtime në sheshin e Flamurit në Vlorë, ku me sa duket sot shumë qytetar nga Kosova, nga diaspora, janë mbledhur në sheshin e Flamurit për të festuar ditën e pavarësisë, ndërkohë që kjo është pamja e paradës në qytetin e Shkodrës, ku duken edhe nxënës shkollash. Më parë kemi parë edhe kalorës mbi kal, të cilët kanë parakaluar ditën e sotme në qytetin e Shkodrës, një festë që ka nisur që mbrëmjen e djeshme me atë që është etiketuar si sofra shkodrane, ku e pranishme ishte edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Ditën e sotme Osmani ishte në qytetin e Vlorës, ku ju bashkua ceremonive zyrtare në sheshin e Flamurit, ndërkohë që sot festohet në shumë qytete shqiptare, në Maqedoni, në Lugin të Preshevës, në Maltëzi, e natyrisht edhe në Kosova, e cila sot feston edhe ditëlindjen e komandantit legjendar Ademi Ashari, 70 vjetorin e lindjes së tij, feston në kullën e Isa Buletinit, në buletin të Kosovës, po kështu kremton edhe daljen për herë të parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shumë ngjarje historike të bashkuara me datën 28 nëntor, që nga nëntori i Skënderbeut, ku Gjergj Kastrioti në 1443, pikërisht me 28 nëntor, u kthye në Krujë dhe ngriti flamurin e Kastriotëve në Kështjell, duke shënuar fillimin e rezistencës organizuar kundër perandorisë Osmane. Akt që nuk ishte vetëm një shpallje rebelimi, por një deklarate qartë e vullnetit të shqiptarëve për të qenë të lirë, për të vijuar me 28 nëntorin e 1912-s, ku në qytetin e Vlorës Ismail Qemali dhe delegat nga të gjitha trevat shqiptare shpallën pavarësinë e Shqipërisë. Ngritja e flamurit në Vlorë ishte rilindja e kombit, një rilindje që vullosi përfundimisht vendosmërinë e shqiptarëve për të pasur shtetin e tyre sovran. Ajo ditë dha fund sundimit 5 shekullor Osman dhe hapi rrugën për krijimin e institucioneve të para shqiptare, por kjo datë mban në vetvete dhe simbolika të tjera të mëdha kombëtare. Në 28 nëntor të 1955-s lindi një nga figurat më të rëndësishme të historisë së re shqiptare, komandanti legjendar Ademi Ashari. Jeta e tij dhe qëndresa heroike e familjes Ashari në Prekaz u kthye në gjeneratorin e lirisë për Kosovën dhe në frymëzim për mirat të rinj që besuan se liria fitohet vetëm me sakrificë dhe vendosmëri. Për të vijuar me 28 nëntorin e 1997-s në zemër të Kosovës, ku u shfaq për herë të parë publikisht ushtria çlirimtare e Kosovës, duke paralajmëruar se shpirti i shqiptarëve nuk ishte shuar kurrë dëshira për liri. Me këtë veprim filloi një kapitull i ri i rezistencës që përfundoi me çlirimin e Kosovës dhe ringritjen e dinjitetit të një populli që për dekada kishte vuajtur padrejtësitë më të rënda. Kështu 28 nëntori nuk është vetëm një datë që përsëritet në histori, ajo është data që bashkon shekuj që ngërten në një ditë gjithë betejat, aspiratat dhe ëndrat e shqiptarëve. Është data kur flamuri kuqezi, ai flamuri Skënderbeut, i Vlorës, i Prekazit e i çdo shqiptari kudo në botë, valvitet më lartë se kur. Është dita e bashkimit, e lirisë dhe e dinjitetit, është kujtesë dhe amanet, është krenari dhe përgjegjësi, është zemra e kombit shqiptar. Sot festime ka pasur pra në të gjitha qytetet shqiptare, brenda dhe jashtë kufirit administrativ të Shqipërisë, ndërkohë që ne jemi në këtë momente me pamje të drejtë për drejta nga Shkodra dhe Vlora, dy qytete të cilat në fakt janë shndruar në simbol në këtë 28 nëntor për shkak të aktiviteteve të shumta të organizuara në përkujtim të 113 vjetorit të shpalljes pavarësisë. Edhe Shtabi Suprem i Fuqive Aleate në Europë ka përcjell një mesazh urimi për Shqipërinë me rastin e 113 vjetorit të pavarësisë. Në tekstin e saj shkruhet
Gëzuar 28 nëntorin ditën e pavarësisë së Shqipërisë, sot të festojmë së bashku me aleatët tanë shqiptar, me vigjilencë dhe kontributin e tyre të vazhdueshëm. NATO qëndron e fortë dhe e gatshme të mbrojë ndaj çdo kërcënimi. Ju përshëndesim Shqipëri, shkruhet në postimin e bërë në rrjetet sociale. Nuk e di nëse e kam Teodorin. Teodor, çfarë parashikohet në këto momente? Po, Esmeralda, në këto momente po zhvillohet ceremonia vendosjes së kryerorave pranë bustit të Isa Buletinit. Janë autoritetet lokale, por dhe deputetë Shkodrës, të cilët do të marrin pjesë në këtë ceremoni që do zhvillohet pikërisht në këto momente, pas marshimit shumë bukur në fakt që pam pak minuta më parë nga busti i Luiz Gorakuqit në sheshin e qendër të qytetit. Tashmë parada festive u zhvendos pranë bustit të Isa Buletinit, ku do zhvillohet edhe ceremonia zyrtare e vendosjes së kryerorave pranë këtij monumenti. Mirë, duket në Shkodër janë duke kryer omazhet pranë shtatores Isa Buletinit.